Rruga Mehmet Shpendi përballë me rrugën dytësore të Golemit nga krahu Hujaksi Shkodër-Hani Hotit është në gjendje të amortizuar, duke u kthyer në një shëtësim të vazhdueshëm për banorët e zonës. Gropat e shumta dhe dëmtimet në asfalt e bëjnë të vështirë qarkullimin e automjeteve, sidomos gjatë ditëve merreshje kur rruga bëhet edhe më problematike. Përveç gjendjes së rrugës, banorët shprehin shëtësim edhe për shtyllat e energjisë elektrike, të cilat sipas tyre janë të amortizuara dhe paraqesin rrezik. Ata thonë se prej vitesh nuk është ndërhyrë për mirëmbajtjen e tyre, ndërsa frikësohen se dëmtimet mund të shkaktojnë probleme me furnizimin me energji apo edhe rrezik për banorët. Kjo më përfaqet se tonë grupa është. Bile kura shi fëmijës më në kaluin heqë, që kanë fuguna, i paguin fugunat. Njëjnë e të mirë hushme në dhe dritat, në shtyga, jo, më shiko poshtë. Poshtë janë i bretë, të në shtyga që kanë më vetë fshatarët, s'ka investu kushas në dritas, në kurrecën këtë zonë. Shtyga të në të kollëtna, shtyga dronit, si para 500 eqë. 25 jetë që kanë aronë këtë zonë. Banorët i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më shpejt për rikonstruksionin e rrugës dhe për zëvendësimin e shtyllave të amortizuara të energjisë elektrike në mënyrë që të përmirësohen kushtet e jetesës dhe siguria në këtë zonë.